Atë pro, do akoma ko. Plaset fabule e parë në ekran. Është prisha shënsori, do zbresir për pak. Urdhë? Ka një problem shënsori, do zbresir për pak. Okej, atëherë kulla. Në fakt fabule e parë në ekran nuk është gjithë vetë lajmi më i fundit, ka disa orë që kanë ndodhur, po u bë publik vetëm para një ore gjysmë. Dhe për këtë arsye është prishur shënsori. Thot Ledio, është Irani ka rrëzuar një F-15 amerikane. Irani pretendon se ka rrëzuar 2, po amerikanët konfirmojnë që është rrëzuar një pilot të shpëtuar dhe piloti tjetër nuk gjendet. Po, me se dëgjohen është një avion me 2 pilot, nuk janë 2 avion. Pra është një avion me 2 pilot, por iranianët pretendojnë se kanë rrëzuar 2 avion. Tani, avion amerikan F-15 konfirmohet se është rrëzuar mbi Iran, ndërsa Teherani publikon imazhe të rënojave, jako është. Po. Bile kishte të shkruar anglisht atje kur i pashëm. Po. Këtë dia i kemi ne apo jo, po unë i pashte francezi, që flisin anglisht do t'i kemi, po. Se ishte një gjë si një pjesë avioni. A ishte predha jo avioni dhe nuk e mora veç që ishte. Ishte një gjë e madhe. Kulla, unë nuk di se që është F-15, po nuk banere mirë. Është një avion i, të shpjegojmë që është Nuk banere mirë kjo që ka ndodhur për Trumpin. Është një avion i gjeneratës fundit, është avion gjujtës. I fundit, se unë i ndërryer pasere jo për ndërprer, i fundit më ka thënë që është F-35. Po, edhe ky është i gjeneratës fundit. Edhe ky stealth është, po është tjetër model. Edhe ky ka ato karakteristikat ngjashme me F-35-ën. Është avion edhe ky stealth, avion që kapet vështirë nga... Që me thënë stealth? Stealth janë ato avionët që janë si pet që kapen vështirë nga radarët. Gjë që tregon që në rastin konkret F-15 dhe F-35 mund t'i kapi vetëm sistemet S-400 dhe S-500 rus. Ne nuk dim që Irani të ketë sisteme S-400, dim që ka vetëm sisteme S-300 si ato që pati blerë dikur Greqia nga rusët. Gjë që do të thotë që me shumë gjas që iranianët kanë marrë sisteme S-400 këtë muaj nga rusët dhe duhet kanë marrë sisteme të fshehur, sepse është shumë e vështirë. Me logjik kështu është, përdesë ka kapur duke qenë që amerikanët pretendojnë dhe ne besojmë këtë gjë që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të flotës ajrore iraniane, fakti që ata mund ta kenë rrëzuar, e bie ta kenë rrëzuar me një raket Tok-Air, prandaj them unë që me S-400, dhe janë radar të gjeneratës fundit që mund të kapin. Mund ta komentojmë pak këtë foto kulla? Sepse ti nuk e ke ekranin sot, kemi problem teknik në studio, na mungojnë 2 ekranat ansor, kemi vetëm të me mbetjet e avionit dhe avioni është goditur në ajër. Më falni sekond, ku janë mbetjet? Mund t'i komentoj pak me detaje se më intereson. Nga largu një shoh si pallona jeans këto. Mbetjet janë në tokë. Jeans blu, bojqiell, e shikon ku? Janë në tokë. Po ç'mbetje janë këto? Janë mbetje avionash? Mbetjet e avionit, po ai është krau më konkretisht. Ja, e kemi të madhe këtu, po. Ai është edhe mbrapa meje, po. Po, një pjesë është krau dhe pjesa tjetër është bishti. Dhe duket qartë që është një raket që e ka goditur. Tani teorikisht mund të jetë o një raket ajër që vjen nga një avion tjetër iranian, por iranianët kanë F-14 vjetra nga ato që kanë lënë amerikanët. Europe thotë atje poshtë kulla, po ta lexosh. Është tregoni cilës komandë është ky. Pra ka ardhur nga Europa. Ka ardhur nga Europa, është nisë nga Europa. Nga F-15 që kanë amerikanët në bazat e tyre në Europë. Bazat e tyre në Europë. Pyta. Dhe ky avion që njihet ndryshe edhe si shipojnë, domethënë Eagle, është e programit të tillë, është një avion i shpejtësisë shumë të lartë. Dhe e kapën. Dhe ky avion fluturon me Mach 2, domethënë me dyer shpejtësinë e zërit. Pyta. Dhe prandaj them që fakti që iranianët e kanë goditur do të thotë që iranianët këtë muaj janë pajisur me S-400 se s'ka mundësi tjetër. Që u tha deri dje Trumpi thoshte çdo ditë Irani nuk ka më fare fuqi kundërajrore, ja kemi tentuar gjithën. Në këtë luftë një nga problemet që kemi, unë edhe sot kam folur me Izraelin, madje një orë përpara se të vija këtu, një nga problemet që kemi është që mes asaj që thuhet dhe asaj që ndodh ka gjithmonë një diferencë. Ka një ndek të madh. Gjë që tregon që është një keqe kjo kulla. Fakti që rrëzohet një F-15 amerikan. Në luftë është një gjë normale. Ndodhen. Nuk bëhet omlet, pra nuk bëhen vezë pa u thyer. Nuk është se ka shenjë keqe apo shenjë të mirë. Një gjë duhet të themi qartësisht është që nga fillimi i luftës, pra jemi në javën e 5 të luftës deri në sot, diferenca mes asaj që është thënë
dhe asaj që është realiteti është shumë e madhe, gjë që na bën të jemi, unë kam qenë gjithmonë, nëse të kujtohet që nga fillimi me Këmbë Tokë kam thënë nuk është kaq e lehtë me Iranin, po gjë që tregon që ka një diferencë madhe mes asaj që thuhet dhe atij që është realiteti dhe që lidhet me një fakt shumë të rëndësishëm, Marian. Irani ka 27 qytete nëntoksore poshtë tokës, të cilat janë fabrika dhe uzina të mëdha ushtarake. Fare sekond kulla, po ti, unë po ta djej do thoshje këtë detaj, nëse është informacion, sot do ishte një nga qytetet e tjerë. Nuk do të zvon sot e këtë titull, po do ishte një nga. Titullin e ka në dorë Eno e ndryshon titullin. Jo, në live se nuk e ndryshojmë dot, është shumë vështirë. Okej, pastaj në Një sekond vëlla, se ky është informacion. ka 27 qytete nëntoksore, në të cilat janë de facto fabrika ushtarake, të cilat prodhojnë dron, raketa. Po shumë e bukur si numër kur e thosë. Po të thuash, okay, Irani ka shumë, ka çan male dhe ka futur këto gjërat ushtarake, 27 dakor. Po kur thua 27 qytete nëntoksore është formulim brillant vëlla. Vetëm ky mund ta bëje, kupton? Ta përshkruaj pak, ka 20, siç ka qenë Gaza, një qytet i madh i tërë nëntoksor dhe nuk Me tunele me gjëra. dhe nuk mjafton 2 vite luftë të Izraelit për ta Po ç'më bëre me për këtë ta shtuar tani. nga Ç'më dhe një gëzim të madh tani me këtë që më themër. Do me Më thënë- gëzua emisioni tani. Do me thënë, në rastin konkret kemi 27 Gaza, në të cilat kanë raketa, kanë sisteme kundërerore, kanë raketa balistike, kanë dron, dhe bëjnë asemblimin e këtyre pjesëve me cilët vazhdojnë luftën. Dhe po të konsiderojmë që nëse kjo gjë që unë po të them, që është hipotetike, unë nuk kam prova, por një provë është e qartë. Cila? Që ky avion nuk mund të rrëzohet me S-300 edhe me sistemet aktuale që ka Irani që ka E produkuar. kuptova. Ky mund të rrëzohet vetëm me S-400, që do të thotë rusët kanë furnizuar iranianët me sisteme S-400. Dhe unë mendoj që përderisa reagimi vjen tani, tregon që sistemet S-400 rusët ja kanë dhënë iranianëve gjatë këtyre 40 ditëve luftë. Që edhe ky po të konfirmohet është lajmë vete, një lajmë vete se dyshimet janë, çfarë po bën Putini. Shiko, Dyshimet janë. që rusët i kanë vënd atyre në dispozicion sistemet e tyre të inteligjencës, satelitet e tyre etj dhe më vonë do flasim edhe për satelitet. Kjo gjë është e ditur. Por që rusët kanë sistem, që rusët i kanë dhënë sistemet S-400, cilët janë dhe sistemet vështira për të lëvizur. Gjatë muaj, ky është një lajm Pra, sepse është e pamundur që F-35 ose F-15 i këtij niveli të rrëzohet me këto sisteme. pra zonja Zotrinj, lajmi më i fundit. Irani ka rrëzuar një F-15 amerikane, që shikoni dhe nga pamjet. 27 qytete nëntoksore, tha Kulla pak sekonda më parë, dhe kjo goditje e Iranit... Teknologjike, ku ka ushtarake, ku Po ka... janë për tunele male, apo jo? Në përmale, Në përmale. Në përmale të cilat është vështirë, sa do t'i bombardosh, është vështirë që t'i kapësh poshtë, apo jo? Nuk i bombardon dot në ato. Pra një sekond, ky është lajm i keq për aleatët, sigurisht. Dhe e treta i Kulla është, nëse konfirmohet që ky avion është goditur me S-400 ruse, tregon Ky që... avion nuk mund të goditet ndryshe. Teorikisht ky... As me dron jo. Jo, dron jo, se shumë lart. Ky dhe është me shpejtësi të lartë. Ky është me Mach 2, është 2 herë shpejtësia e zërit. Dim që më Kulla në çfarë vendi ka rënë fiks në Iran? Apo se kemi Është afër Teheranit. Zërbe. Dhe tani ka dhe një Afër Teheranit, fjala që bie. Është në zonën e Teheranit, se është i madh. Kur themi afër, mund të jetë edhe 300 kilometra larg, Jo, 400-500 kilometra është larg, jo, diku 50-60 kilometra larg. Seriozisht e ke? Maksim. Edhe ka rënë kështu në këto kurishte, shive, ç'a këto, janë pemë të mbjellura këto apo janë pemë natyrore? Natyrë aty, siç e shef. Dhe këtu ka një problem tjetër çan, që është i madh shumë. Nëse ata e marrin pilotin, do të kemi për herë të parë një pilot peng, gjë që iranianët në negociatat e çuditshme, që janë negociata me palët e treta që po flasin, do kenë një argument më tepër për të negociuar me amerikanët, do thonë, doni t'ju lëshojmë pilotin, duhet na bëni edhe një tolerim ndryshe. Por nuk e kemi të konfirmuar që piloti dytë nuk gjendet. Po njëri është, po falë tani, njëri si u shpëtua, se nuk e thamë Kulla. Po është shpëtuar. Po si e shpëtuar, pra janë fut me helikoptere kanë marrë, se po të gjatë e francezët që këtë nuk e di. Janë shumë të vështira këto komandot që të shpëtojnë pilotët, sepse atje futen në një zonë armike, thonë. Nuk mund të abuzoj. Po si ka shpëtuar, pra? Nuk e di se si, por... Kjo është pyetja. Nuk e di, këtë gjë s'mund ta them, por nëse ata iranianët marrin pilotin tjetër, ne amerikanët do kenë dhe një problem më tepër dhe presidenti Trump do ketë një problem më tepër, sepse deri tani numri ushtarakëve 12 më duket? Jo, është më i lartë. Ishte 13 para 10 ditësh,
por numri i ushtarakëve të vrarë dhe sidomos i atyre të plagosur në vendet në rrotull shumë i lartë dhe për herë të parë do të kemi edhe një peng ushtarak që se kemi patur deri tani. Zoti Kulla, ora është 21:13 minuta dhe mua më vjen një mesazh i specializuar që më thon Çani sa për qef të bisedës. Goditën para pak ditësh dhe një F-35 thot? Po, F-35 ul në Kuvajt, dhe është herë parë që goditet dhe një F-35. Prit ta mbaroj. Bëri ulje emergjence. Dhe çdo avion thot me raketa Hit Seeker, shkruhet Heat-Seeker, po, Hit Seeker. Avionat stealth thot nuk kapen nga raketat me radar, por kapen nëse avionat afrohen shumë me mbrojtjen ajrore që ka nxehtësinë e motorit të avionit thot. Kështu goditet F-35 dhe ky F-15. Stealthi e ka të pamundur ta godasësh për shkak të sidomos F-35, është parashikuar pikërisht kjo gjëra dhe shqetësimi im, prandaj po them që nuk është e mundshme të godasësh F-35 apo F-15 pas sistemet S-400, sepse F-35 përdor karburant të ngurtë dhe nuk e kap nxehtësinë. Prandaj është shumë e vështirë ta godasësh një F-35 dhe sistemet magnetike që ka të kontrollit, dhe shpesh kur godet F-15 ose F-35, ata se kuptojnë nga vjen raketa. Ka teknologji e lartë është. Kjo është arsye pse kushton shumë F-35, ose edhe F-15 kushton shumë. Po nëse F-35 goditën në tokë, se janë goditë në ajër, apo në ajër? Në ajër e goditë në ajër. Bëri ulje emergjence në Kuvajt. Dhe prandaj unë them që është e pamundur të godasësh me sistemet që dim ne që ka Irani, është e pamundur të godasësh një F-35 apo dhe një F-15 të këtij niveli nëse nuk ke një mbrojtje ajrore të teknologjisë shumë të lartë siç është S-400 apo S-500. Unë nuk them që S-500, pasi për arsye strategjike Rusia nuk i ka dhënë kujt S-500, i ka vetëm për veten e vet në rast të një lufte bërthamore. Po S-400 që është nivel shumë i lartë, dhe nëse të kujtohet ishte një debat shumë i madh që turqit donin S-400 dhe e morën nga Rusia dhe për këtë arsye amerikanët nuk i jepin Turqisë F-35. Pastaj kur erdhi Trumpi u bë marrëveshje që Turqia do marrë dhe F-35. Nëse ashtu kemi faktin që Rusia ka furnizuar Iranin me sisteme S-400. Okej. Ledio ka dhe lajmin. Cilët kushtojnë, problemi është Ledio ka dhe lajmin sigurisht të titruar në Shqip, të Sky Newsit, mund ta nxjerrim Ledio për qef ta shikojmë. Lajmi Sky Newsit që është komplet në një fushë të verdh. Ledio do ta kesh Jaku është, na i nxjerr dhe në ekran po. Break news. Ledio e nxjerr në anglisht, po ke edhe në NBC Newsi që është në Shqip më duket. NBC Newsi që është një nga kanalet më serioze. Ky është NBC Newsi, unë kam ndërkohë Sky Newsin. Që Sky News është burim britanik, kurse NBC News është burim amerikan. Pra raportimi është që një pilot është evakuar, i gjallë, kurse piloti tjetër nuk gjendë. Të version në Shqip se ke marrë do të Ledio, s'ke pas kohë. Jo, kam bajtë versionin në anglisht. Dakor, rrofsh. Mirë ke se këtu të gjithë plasim anglishin në fakt. O Ledio, je i madh. E kape atë? O kulla, ora është 21:17 minuta, a më lejon vetëm një sekond? Edhe për ty do interesohem. Për vete po për ty më shumë. Se mua mbaroj dhe kjo. Mbaroj dhe kjo. Kjo dekafeinato që kisha marrë të makina. Te kjo. Te ky roboti. E lezesh me ky roboti para se vim në studi. Ka që merr kështu gjëra. O Era, të lutem, ke haruar ujin sot, jemi pa ujë. Unë, Kulla. Domethënë nuk e di pse ka, nuk e di pse më harove. Okej, po sillen tani. 5 cop të lutem, 5 cop, 5. 5. Erdha. Grazie. Fola italisht kot, kurse ajo di italisht, po kot. Shikon ti harroj, i kanë 5 cop i tash sot. Kemi Marsidin, kemi Sebastiani që vjen, stafi, unë, ti, Macja, se marrë me Macën nga shtëpia. Bëra shaka, nuk kam Macë. Mira fjala. Ledio, plasi në çake. Ka 6 Macë jashtë